të prish kontratën me Pacollin. Prishja e kontratës me Pacollin nxjerr Edi Ramën dhe Lubin e tij lakuriq para shqiptarëve, sa ato janë aksionerë. Se Edi Rama dhe Lubia, të cilët ndërhyn në sherrin, në grinjen, në diskordancat midis dy partnerëve privat, dëshmojnë se partneri privat i treti vërtet janë ata të dy. Dhe mbi këtë bazë merr përsipër aktin e pashembullt të prishjes së kontratës me koncesionarin. Në një kohë kur koncesionari është i gatshëm ta përfundojë aeroportin në kohën e duhur dhe ta vërë në funksion.